Sot nuk jam këtu vetëm si student, jam këtu si një nga mirat të rinj që po përpiqen të ndërtojnë një të ardhme në një sistem që shpesh duket si ku punon kundra nesh. Na thuhet të studiojmë, na thuhet të punojmë fort, na thuhet se merita do të shpërblehet, por përditshmëria jonë tregon diçka tjetër. Shumë prej nesh paguajnë materiale nga xhepi ynë, përmballen me mungesën e mbështetjes, mungesë mundësish dhe me institucione që flasin për ne por kurrë na ndëgjojnë. Përballemi me pasiguri, me vendimet paqarta dhe me procese që ndikojnë drejt për drejt në të ardhmen tonë. Dhe pyetjet bëhen shumë të thjeshta. Pse duhet paguajnë të rinj çmimin e problemeve që nuk i kanë krijuar? Pse duhet të jetojnë me frikë se ardhmja mund të bllokohet nga vendimet që merren larg nesh, larg auditorëve? Pse duhet luftojnë për gjëra që duhet të ishin normale, transparencë, merit dhe dinjitet? Kjo nuk është vetëm çështja e studentëve, është e çdo prindi që sakrifikon për arsimin ton, e kujdo që përpiqet të jetojë jetën këtu dhe jo të largohet sepse ka humbur besimin. Ne nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë një sistem që të funksionojë, kërkojmë institucione që mbajnë përgjegjësi, kërkojmë arsim dhe vlerësojmë dijen, punën dhe talentin ton. Kërkojmë që zëri ynë të dëgjohet, sepse arsimi nuk është favor, është e drejtë. Po sistemi turp Ramës. Parini nuk ka Shqipëri. Parini nuk ka Shqipëri. Parini nuk ka Shqipëri. Student, rini dhe çdo protestues që proteston sot për të njëjtin qëllim, dorëheqjen e kryeministrit. Ky sistem, kjo qeverisje na ka vjedhur një prej shtyllave më kryesore të një shoqërie të lirë, meritokracin. Ky realitet i dimshëm prek gjithsecilit prej nesh në mënyra të ndryshme. Fatkeqësisht, sot vlen njohjet në parti, njohjet në bashki më shumë se një diplomë e marrë me mund. Vlen njeriu i bindur, i korruptuar, më shumë se ai i shkolluar dhe me virtyte. Kjo dorëheqje, më shumë se kur, nuk është thjesht një kërkesë politike. Është betejë për të rikthyer drejtësinë, dinjitetin dhe vlerësimin që gjithsecili prej nesh meriton në këtë vend. Mesazhi im sot shkon për kryeministrin. Kryeministër, ky është fundi juaj, sepse e ardhmja jemi ne. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Do dielën kjo protestë shënoi fitoren e radhës. Gardi në Kakome, pushem, fal banorëve të zonës. Mirë po na informojnë se policia tashmë ka nisur fushatën e kërcënimeve ndaj tyre. I bëjmë thirrje policisë shtetit të tërhiqet nga ky represion, nga këto kërcënime që po bën. Policia po kthehet në një institucion represioni dhe jo në një institucion që mban në këmbë të drejtën. Vera po vjen, temperaturat po rriten, po siç thot kryeministri, ne s'kemi kohë për pushim. Le ta shporim këtë qeveri dhe nëse do shkonin plazhe, shkoni ashtu si në Kakome për të rifituar hapësirat publike, shemni gardet, si në Rjo, si në Zvërnec, si në Kakome. Që kur kanë lindur me historinë e kombit dhe popullit ton, unë jam ndjerë se isha në shtëpinë time. Të kem folur për ju, edhe në qoftë hera e fundit në këtë shesh, është nder për mua sepse ju jeni nderi dhe krenaria ime më e madhe. Në asnjë vend të botës, unë nuk mund ta përfitoj veten të lumtur nëse nuk jeni të lumtur ju. Askund s'mund të jem krenare nëse s'jeni ju krenare. Intelektualët e vërtet kanë qenë këtu me ne në këtë shesh. Intelektualët e vërtet jeni ju që e keni ndërtuar këtë vend me punën dhe djersën tuaj. Çdo kush tjetër që përpiqet
thotë se është intelektual me kontribut jashtë, mediokritetit tuaj I ka ardhur fundi. Nuk ka shqiptar që se arrin dot atë që do, që të shkon dot e një resort apo të një tjetër. Kemi në krye një tuf hajdutësh dhe oligarkësh që mendojnë se mund të blejnë gjithçka apo vënë çmimin gjithçkaje. Po ne nuk shitemi, ne nuk blihemi. Nuk blihen vlerat tona, nuk blihet historia jonë, nuk blihet identiteti ynë. Sot, më shumë se kur, nuk mund të mohohet rëndësia e mbarvajtjes së politikave për kombin shqiptar si një faktor kyç për mbarvajtjen e politikave për rajonin dhe më gjerë. Pa arrim dot këtë me një tuf politikanësh të babzitur, politikanë që lejojnë bijtë e këtij vendi të vriten dhe torturohen nëpër burgjet e botës, dhe që s'mbajnë asnjë përgjegjësi, jo vetëm për edukimin e tyre, por as për burgun e tyre më, që s'din të bëjnë as mirë as keq, janë për tej të pavlerës. As Marksi nuk do I quante Dua Lipën apo një artist tjetër pronë të shtetit apo merit për t'ja nënshkaluar përgjegjësitë e tij të vërteta. Asnjë artist s'do e lejonte të trajtohej ashtu nga kryeministri. Asnjë grua nuk do e lejonte atë që ka lejuar Belinda Palluku të ndërtojë një autostradë pa hekur. Sot, pas këtyre protestave, jemi më të sigurt, më të qartë se Shqipëria I përket një të ardhmie të ndritur dhe me fuqi më të madhe. Dhe është përgjegjësia jonë të ndërtojmë dhe kontrollojmë këtë fuqi ndaj vetes, por përgjegjësi edhe ndaj botës. Ne sot nuk jemi më faktor të ngrirë politik. Dhe si faktor jo të ngrirë politik, që ndërrojmë për një Shqipëri ku udhëheq vullneti I njerëzve dhe I ligjit, ne kërkojmë zgjedhje të parakoshme kombëtare, ku të përfshihen të gjitha trevat ku ka shqiptar dhe ku të jemi të gjithë përfaqësuar njëtrajtësisht në parlament. Shqipëria do të jetë Amerika e re, Europa e re, vendi ku ju keni kërkuar gjithmonë shpresë. Do jetë tani shtëpia juaj. Rrofsh Shqipëria, rrofshin shqiptarët. Unë jam Stacey Susaj dhe si shqiptare dhe si çdo shqiptar, çdo gjë këtu ndjej se e kam amanet nga shumë kush dhe nga ata që I përzun këta që kushesin çdo gjë. Por shqiptarët u kthyen dhe tokën e gjetën këtu sërish. Dhe kudo që të kthehen, shkojnë prap, do mund ta thonë se janë krenar që janë shqiptar. Sa për ju të tjerët, gjeni se nga keni ardhur, por ditë ju them që e drejta jonë në tokën tonë, ashtu si e të gjithëve në tokën e tyre, ju bën të digjni vetën. Faleminderit. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju përshëndes gjithëve, unë jam përfaqësuesi I Rjollit, tash sa kam marrë nga Amerika, kam marrë t'ju përshëndes gjithë juve, ju falenderoj për vimin që na keni bën. Vi nga një shteti më I bekuar që ka bota, unë jetoj gati për 30 vjet atje, dhe e di mirë se si është. Por kënaqet zemra, jashtëzakonisht, dhe e për një vetëm edhe një herë sikur në atë kohë kur kena arzu komunizmin, gjithë kemi marrë pjesë atje mosha jonë, po më duket edhe koha tash e re, ju falenderoj ju falenderoj gjithëve. Ratë të gjithë poshtë gardit, është edhe I gardë me ra poshtë, po menimin e Zotit e tuja dhe këtë gardë që është tu, do të vjetë poshtë. God bless you. Një mërë gjithë. Asaj se nga këni po vujtjet që këna një këtë tani. I këna para lajmëruar ramen ka para 4 mujsh nga Rjolli. Mos e gacmo poplin. Hajde shërë me poplin e mos banë kokë stone. Se do të vinë një ditë që do të ashtë shërën. Jakub ja thëmë prap të ja përsërit. Saj kujton se është vetëm ai Zot. Po Zot është populli e rroft të rinia, në burg Rama, në burg Berisha, që janë kriminalet të kombit shqiptar. Ata hajduta, maskare, njesë po shpirt. Më erdhi dita, mos ki ngale. Duhen edhe dita 2, se shumë shpejt do t'i vinë dita.
Falënderit gjithë. Edhe mirë që keni ardhur. Raman Burg Berishan Burg. Raman Burg Berishan Burg. Raman Burg Berishan Burg. Raman Burg Berishan Burg. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Elisa Pashnjari, studente në farmaci. Mua më dhimbse shpirti kur shoh prindrit dhe gjyshrit tanë me receta në duar dhe u dridhen buzët sepse pensioni i tyre nuk mjafton as për të blerë gjysmën e ilaçeve që u duhen për të mbijetuar. Më dhimbse shpirti kur shoh spitalet tona publike që nuk kanë as kushtet më bazike, ndërsa milionat e taksave tona shkojnë për luks dhe për rezorte private. Revolucion! 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 Ju lutem, kthejeni kokën majtas dhe djathtas. Shikoni këtë shesh, shikoni njëri tjetrin. Këtu jemi ne, qytetarët e thjeshtë të këtij vendi. Po ku janë prindrit tanë? Ku janë gjyshrit tanë? Ku janë motrat vëllezërit? Ku janë të afërmit tanë? I përzun! Ata janë në për shtëpi duke numëruar qindarkat nëse do t'u dalin për të blerë ilaçet e muajit. Ku është rinia jon? Ku janë shokët tanë? Janë për aeroporte me bileta vetëm për vajtje. Ata vodhën të ardhmen tonë, por nuk do t'na vjedhin zërin kur. Ne nuk ikim, ne do të qëndrojmë këtu. Shqipëria e shqiptarve, jo e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarve, jo e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarve, jo e tradhtarëve. Faleminderit dhe forca! Përshëndetje të gjithëve. Mirënjohje për të gjithë gjuhëve. Dita e 23 është vërtet fitore. Si do që ta diskutojnë ata, kjo është fitore. Po dua të themi diçka. A duani ta dini kush është ai që organizoi këtë protestë? Po a them unë, e ka emrin Zëmërat, edhe është e të gjithë juve, është kundra këtia. Prandaj të gjithë këtu jemi me një qëllim. Rama jep dorëheqjen. Është kënaqësi, unë si emigrant kam qenë ditën e 8 këtu, edhe ndihem vërtet shumë i kënaqur prej jush. Është kryeqyteti, është rinia që e mba gjallë këtë revolt, këtë indinjat ka të thellë kundra një kryeministri delirant, ordiner, i cili ka arritur deri në fazat më të fundit të ofendoj popullin e tij. Prandaj, neve jemi vetëm me një qëllim. Rama jep dorëheqjen. Nuk ka negociata, nuk ka as edhe një diskutim tjetër. Rama duhet shkoj drejt Burgut bashku me Sali Berishën. Rama Burg, Berisha Burg. Rama Burg, Berisha Burg. Respekt të gjithë.